Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, gjithëmshirshmit, mëshirëplotit. Gjitha falenderimet janë për të madhin Zot, për shëndetjet Muhamedit alayhi salatu wassalam. I madhi Zot shpesh herë në Kur'anin e Madhërisëm betohet. Momentin kur i madhi Zot betohet në një diçka, nuk betohet që Zoti ka nevojë që ai të betohet, mirë po betohet për me na tregu neve rëndësinë edhe vlerën që e ka ajo në cilën është betu në të i madhi Zot. Andaj, në surën El Fajr, i madhi Zot betohet thot, wal fajri, wal layalin ashar, wal shaf'i wal watr. I madhi Zot betohet thot, pasha agimin, pasha 10 ditëshin, pasha qiftin edhe pasha tekun. I madhi Zot e shohim që është betu në këtu gjana, në këtë sure. Mirë po, betimi i të madhit Zot në nënkupton që këtu gjana kanë rëndësi të veçantë. Andaj, ajo që kërkohet prej nesh, kërkohet që këtyre gjërave duhet ju kushtojmë një rëndësi edhe një vëmendje të veçantë. I madhi Zot nuk ka nevojë për asnjë prej këtyre gjanave cilat u përmenden më herët. Mirë po, i madhi Zot ka kriju për robërit e tij sezona, përmes cilav ose në cilat i madhi Zot dëshiron që ai t'i falë dhe t'i mëshiroj robërit e tij. Andaj, edhe ditët në të cilat ne jemi për momentin, do të thotë 10 ditë e para të muajit Dhulhijhe, janë ditë veçanta në cilat është betu në tu i madhi Zot. Kur kanë fol dietarët musliman, kanë thonë që 10 net e fundit e Ramazanit janë 10 netet më të vlefshme të vitit, ndërsa kur kanë fol për këto 10 ditë e para të muajit Dhulhijhe, ka thonë që këto janë ditët më të vlefshme të vitit. Andaj, ashtu siç është kërku prej nesh që të bëjmë maksimumin ton gjatë 10 netëve të fundit të Ramazanit, kërkohet prej neve që ta bëjmë maksimumin ton gjatë këtyre 10 ditëve të muajit Dhulhijhe. Çka mundemi me bë, ose çka duhet me bë, ose çka kërkohet me bë prej nesh, është synet, është e preferueshme që të agjerohen për atë sa të kemi mundësi këtë ditë. Gjithashtu është e preferueshme, është synet që të shtohet përmendja e Zotit, edhe që të shtohen tekbiret gjatë këtyre ditëve, ashtu siç haxhinjet motoja e tyre është tu kemi përgjigj o Zot, tu kemi përgjigj këtë ditë në vendet e shenjata, motoja jonë duhet me qenë Allahu është më i madhi, atij i takon gjithë falënderimi, edhe atij i takon i gjithë madhërimi. Për këtë arsye, gjatë këtyre ditëve, ajo çka kërkohet prej neve, kërkohet që për ata të cilët kanë mundësi të përgatisin për therrjen e kurbanit, i cili kurorzohet me festen ose fillon therrja e kurbanit prej faljes së namazit të Bajramit, ditën e Bajramit, do deri në ikindite ditës së tretë të Bajramit, është koha në cilën lejohet që të therret kurbani edhe është vajib për ata të cilët kanë mundësi me bëni diçka të tillë. Ndërsa një diçka tjetër e cila preferohet gjatë këtyre ditëve është gjithashtu agjerimi i ditës së Arafatit, që respektivisht i bie dita e enjeta që vije, është dita e Arafatit, për cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë e llogaris tek i madhi Zot që kjo ditë do t'i fal gjunahet apo mëkatet e vitit të kaluar edhe vitit të ardhshëm. Do thotë agjerimi i një dite e përmban vetvete gjithë këtë shpërblim edhe gjithë këtë llogari kaq të madhe, andaj kërkohet prej nesh që atë gjithë ata të cilët kanë mundësi me shfrytzu këtë mundësi, me shfrytzu këtë shans, mos me lanë që me na ik një mundësi kaq e artë të cilën e ka rezervu i madhi Zot për neve. Ashtu siç një farforme ne gjatë me agjerimin e kësaj dite, jemi në të njëjtën vijë me
haxhilerët të cilët janë në vendet e shenjta, ata që ndrojnë ditën e Arafatit në kudrën e Arafatit, duke ju lutë Zotit, duke kërku faljen e të Madhit Zot, dhe realisht është rregulli kryesor i haxhit është qëndrimi në Arafat. Ne në pamundësi për me qenë me ta në kudrën e Arafatit, ne e agjerojmë edhe ne për agjerimi llogaritet vepra në cilën ne bojmë vazhdimisht diçka për Zotin, vazhdimisht jemi duke abstenu për Zotin. Andaj ashtu siç ata janë në kontakt vazhdueshëm me Zotin në Arafat, ashtu edhe ne jemi duke bërë në mënyrë të vazhdueshme gjatë ditës të Arafatit përmes agjerimit tonë. Gjithashtu, me fillimin e kohës së namazit të sabahut të ditës së Arafatit, gjithashtu duhet të këndohen tekbiret pas çdo farzi, pas faljes së çdo farzi, do të thotë deri në ikindit të ditës së katërt, edhe kjo për me tregu një farforme që ne jemi bashkë me haxhinjet, ashtu siç ata gjatë këtyre ditëve kanë mi bë hudhjen e gurëve në vende, hudhjen e gurëve në Mekë, gjithashtu edhe ne jemi duke bërë ose jemi duke vepru diçka për të Madhin Zot. Pejgamberi a.s. kur ka folë për këtë ditë, ka thonë që nuk ka ditë në të cilat vepra e mirë është e mirë edhe e pranuar tek Zoti, ashtu siç janë këto 10 ditët. E kanë pyet pejgamberin a.s. i kanë thonë as xhihadin rrugën e Zotit. Pejgamberi a.s. thot as xhihadin rrugën e Zotit, me përjashtim një person i cili del me veten e tij, edhe me pasurinë e tij, edhe nuk kthehet, do të thotë edhe pasurinë e tij, edhe jetën e tij e jep në rrugën e Zotit, ky e ka shpërblimin më të madh. Në kundërtën, asnjë vepër nuk është e barazvleshme sa veprat e mira që bëhen gjatë këtyre ditëve. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.